është kjo, do më thonë, një farë mënyrë që sikur deputetet obligohen. Janë të obliguar në rast se synojnë që t'i konstituojnë institucionet. Zgjidhja tjetër është që mos të konstituohet kuvendi, në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, në rast se nuk respektohet edhe kushtetuta, po edhe rregulloria e punës kuvendit, sikur mos të ekzistonte rregulloria. Atëherë gjykata kushtetuese ose mos kishte dispozitë veçantë në rregullore, gjykata kushtetuese do të kishte hapësirë më shumë në farë mënyre për ta interpretu këtë nen i cili përcakton që duhet jetë një nënkretar nga komuniteti jo shumicë, por nuk e specifikon mënyrën se si duhet të zgjidhet. Si duhet të zgjidhet ky nënkretar brenda kuvendit. Fakti që është rregulloria, atëherë ne s'dim ku me lanë rregulloren. Ajo është një akt normativ që e përcakton procedurën se si zgjidhet. Tani deputetët ndoshta nuk janë të obliguar që ta votojnë, por janë të obliguar që ta konstituojnë kuvendin dhe institucionet. Por konstituimi bëhet vetëm kur zgjedhet konstituimi bëhet në rast se zgjedhet nënkryetari serb. Tani deputetët duhet i baraspeshojnë këto, domethënë, a mos të votojnë në farë mënyre dhe ta lënë kuvendi pa konstituar, ta lënë vendi pa institucione, pa kuvend dhe pa qeveri, sepse pa kuvend do të kemi qeveri, apo do duhet që të votonin në farë mënyre, ta respektonin vendimin e gjykatës, aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të konstituonin institucion. Në këndvështrimin politik, profesor, a janë të tepruara qëndrimet e partive politike në këtë rast edhe qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje për nënkryetarin serb, sepse është një pozitë, e kemi thënë disa herë më shumë teknike, dhe në fund të fundit ata janë pjesë e kuvendit, edhe si deputet. Sa përket funksionalitetit është një pozitë jo shumë e rëndësishme, do të thojë, si funksioni i asaj pozite. Mirë po si duket është politizu bukur shumë kjo çështje, sa që është politizu deri në atë masë, sa që tani gjykata kushtetuese doli dhe tha që deputetët e kanë shkel kushtetutën me rastin e zgjedhjes së nënkryetarit. Domethënë është bërë një dëm bukur i madh për një çështje shumë terciale, do thoja, se kush do të jetë nga komuniteti jo shumicë serb si nënkryetar, dhe në bazë të kësaj, pra po them, ata nuk janë të detyruar që të votojnë, sepse nuk ka askush që e detyron një deputet që të votojë. Me desh deputet e lanë edhe mandatin tërësisht. Janë të lirë që të veprojnë. Por, ndërsa ata e konsiderojnë që është obligim të konstituojnë kuvendin dhe institucionet, kjo është rruga që ka përcaktu gjykata kushtetuese, dhe në bazë të kësaj mendoj që do duhet që të votonin ta bëllnin këtë çështje, sepse janë 1000 çështje tjera më të rëndësishme që e presin kuvendin, qeverinë, se sa çështja saj se kush do të përfaqësoj komunitetin jo shumicë serb si nënkryetari i kuvendit. Regja, nëse keni mundësi të na vini në dalje edhe reagimin e